Sot kemi kënaqësinë të promovojmë edhe këtu në Shkodër, në Universitetin e Shkodrës Luiç Gorakuqi, fjalorin e madh të gjuhës shqipe 2026. Kemi kënaqësinë dhe ndjehemi të nderuar si institucion që dy nga kolegët tona, profesor doktor Mimoza Priku dhe profesor asociuar doktor Zarta Draqini, janë pjesë e këtij projekti. Urime dhe faleminderit dhe herë të gjithëve për prezencën. Të kontribuosh në një vepër të tillë është jo vetëm përgjegjësi akademike, por edhe një përjetim shpirtëror, sepse çdo fjalë e ruajtur, e saktësuar dhe e përcjellë në këtë fjalor është një copës e kujtesës dhe identitetit ton kombëtar. Për rreth 5 vjet u punua nga një staf me mbi 50 veta, nga të cilët 23 janë dhe artues, si do të flasim pak më mbrapa. Dhe në 24 dhjetor të vitit 2025, vepra u dorëzua pranë Akademisë së Shkencave dhe Kryesia e Akademisë na dha të drejtën që viti 2026 të jetë vit i kontaktit të drejt për drejt të veprës si maket, se vepra do të jetë gjithë jetën në sistemin online. Ky fjalori do të vazhdoj më tej me krijimin e korpusit gjuhës shqipe. Pranë Akademisë Shkencave tashmë funksionon qendra e botimeve enciklopedike albanologjike, pasi puna e artimit fjalorit nuk mbaron, aty fillon. Pra do një mirëmbajtje të vazhdueshme për të kaluar edhe tek thesari i gjuhës shqipe, pra tek korpusi i gjuhës shqipe dhe botimet të tjera që do të vazhdojnë.